tashmë do të kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë. Nga Oboti me gazetarin ton Teodor Gjerka. Mirëmëngjes Dori, si është situata atje? Mirëmëngjes Fiorelba, në fakt ditën e sotme duket se ka pasur një percipitim të situatës në zonën e Nën Shkodrës, se konkretisht ndodhem në zonën në rrugën hyrëse për në fshatin Obot, ku si shihet pas krave të mi, tashmë ditën e sotme kemi prezencë të ujit. Paktën nga komunikimi që patëm edhe me forcat e ushtrisë, të cilat janë prezente në zonë që për mbrëmjes së djeshme, ato na konfirmuan që lartësia e ujit në rrugën hyrëse mund të arrijë deri në 50 centimetra, duke e bërë kështu të vështirë kalimin për automjetet e UTA. Pra, në momentet që po flasim, kalimi në drejtim të fshatit Obot bëhet përmes mjeteve të ushtrisë, të cilët, siç e thash, janë vendosur për mbrëmjes së djeshme në zonën e Obotit. Paktën kjo është zona deri ku ne mundemi të arrijmë me kamerën e Star Plus, më pas është pothuajse pamundur për të lëvizur me mjete të ulta, ndërsa më vonë ndoshta do kemi ndonjë formë për të hyrë në fshatin Obot përmes mjeteve të ushtrisë. Edhe paktën nga ajo çfarë duket në këtë zonë, ndonë se nuk kemi ende një komunikim zyrtar nga shtabi i emergjencave pranë prefekturës së qarkut të Shkodrës, duket se shkarkimet kanë dhënë efektet e para, efektet të paralajmëruara për prani uji në zonën e Nën Shkodrës, ndërsa sa i takon pjesës tjetër të qarkut në malësinë e Mallit, duket se ka pasur një përmirësim të ndjeshëm të situatës, ku proricata është tërhequr, duke lënë pas pasojat e vërshimit të tij, i cili mbajti për fakt një ditë të izoluar banorët në malësinë e Mallit. Gjithashtu duhet të themi në pjesën tjetër të qarkut, edhe në bashkinë Vau të Des, ku ka pasur problematika, mëngjesin e sotëm raportohet për një përmirësim të situatës, ndërsa në lidhje të tjera që do të kemi gjatë ditës, Fiorelba, do të japim më shumë informacion, pasi të jemi edhe më të informuar me informacione zyrtare nga shtabi emergjencave pranë prefekturës së qarkut të Shkodrës. Lihen në studio. Faleminderit Dori për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me gazetarin ton Teodor Gjerka nga Oboti.